Botët e shumta dhe bota e padukshme. Kur muslimanët thonë falënderimi qoftë për Zotin e botëve, nuk bëjnë fjalë për një botë të vetme. Zoti sundon mbi botën e njerëzve, të gjallësave të tokës edhe të detit, të bimëve, të sendeve të ngurta, të kozmosit, dhe ndërto mbi botën e gjindëve. Gjithçka që ekziston ndahet në dy pjesë të mëdha, bota e të dukshmeve dhe bota e të padukshmeve. Tek e para hyn ato që i shohim, i prekim dhe mund t'i eksperimentojmë në laborator. Tek e dyta nuk kemi informacion, përveç asaj që na tregon Kurani fisnik. Vetë Zoti betohet në Kuran në të dyja botët. Betohem për gjithçka që ju shihni dhe për gjithçka që nuk e shihni. Haka 38-39. Gjërat që nuk i shohim janë më të shumta se ato që i shohim, dhe kjo vlen edhe për botën materiale. Naturalistët edhe astronomët pohojnë se ato që shohim nga materia përbën vetëm 3% të universit, kurse 97% mbetet e padukshme, të cilën shkenca e quan thellësi të zeza. Fjala gjin në arabisht shpreh pikërisht fshehjen dhe zhdukjen. Gjindët kanë marrë këtë emër sepse nuk shihen edhe nuk kapen nga sytë tanë. Ai edhe shpura e tij ju sheh. Prej nga ju nuk i shihni ata. Araf 27. Kush janë gjindët edhe çfarë nuk janë? Krijesat racionale dhe të përgjegjshme janë 3 kategori. Njerëzit, bijtë e Ademit a.s., melekët, të prirur vetëm për mirë dhe bindje të plotë ndaj Zotit, dhe gjindët, të cilët qëndrojnë midis tyre. Kafshët edhe pse të gjalla nuk bëjnë pjesë këtu. Nuk kanë mendje e logjik dhe nuk janë të obliguar. Gjindët edhe njerëzit, ndërkaq, janë të dyja në mesin e krijesave të obliguara. Gjindët edhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të më adhurojnë. Dhariat 56. Disa kanë pretenduar se gjindët nuk janë gjë tjetër, veç se cytjet drejt të ligës, ose se janë mikrobet edhe viruset, ose madje se janë vetë melekët. Të gjithë këto pretendime bien ndesh me Kuranin. Melekët janë botë krejt e ndryshme. Ata respektojnë çdo urdhër të Zotit, edhe nuk mund të imagjinohet se shkelin ndonjë prej tyre. Kurse gjindët, si njerëzit, kanë të mira dhe të këqija, besimtar dhe jo besimtar. E midis nesh ka të mirë, por ka edhe që nuk janë të mirë. Jemi ndarë në grupime të ndryshme, gjin 11. Ka prej nesh që janë musliman, por ka edhe të atill që janë jo besimtar. Kush ka përqafuar Islamin ka zgjedhur rrugën e drejtë, kurse jo besimtarët do t'jenë lënë djegse të xhehenemit. Është e paimagjinueshme që melekët të jenë lëndë e zjarrit të xhehenemit. Prandaj pretendimi se gjindët dhe melekët janë e njëjta gjë është i pasakt. Po, mund të thuhet se u ngjajnë melekëve në një pikë dhe ata bëjnë pjesë në botën e padukshme. Por kaq. Lidhur me profetët ka mos pajtime mes dietarëve, nëse Zoti ka dërguar profet nga mesi i gjindëve. Imami Ibn Hazm pohon se po, edhe mbështetet tek ajeti: O tokë i gjindëve dhe i njerëzve, a nuk ju patën ardhur të dërguar nga mesi juaj, për t'ju treguar shpalljet tona dhe për t'ju paralajmëruar takimin me këtë ditë? Ata do të thonë: ne dëshmojmë kundër vetes son. En'am 130. Profeti Muhammed a.s. nga ana e tij u dërgua si për njerëzit ashtu edhe për gjindët, dhe vetë Kurani tregon momentin kur një grup gjindësh dëgjuan profetin a.s. duke lexuar Kuranin dhe u kthyen menjëherë tek populli i tyre si këshillues, duke i thirrur në Islam. Natyra e gjindëve, çfarë dim me siguri? Gjindët nuk janë krijesa abstrakte apo metaforë. Ata hanë, pinë, flenë, martohen, riprodhohen dhe vdesin, ashtu si njerëzit. Kurani e vërteton riprodhimin e tyre kur flet për iblisin dhe pasardhësit e tij. Atëherë, a do ta merrnit atë dhe pasardhësit e tij për mbrojtës në vendin tim, edhe pse ata janë armiqtë tuaj? Kaf 50. Edhe ushqimi i tyre ceket në traditën profetike. Profeti a.s. mësonte se kockat janë ushqimi i vëllezërve gjindë, dhe se ata mund të ushqehen nga ushqimi i njerëzve, nëse këta nuk thonë bismillah. Çdo njeri mban me vete një shoqërues shejtan.
Kur shokët e profetit Alehi Selam e pyetën me habi nëse edhe ai kishte të tillë, ju përgjigj: po, por Zoti më ndihmoi dhe i imi është bërë musliman, nuk nxit veçse për të mirë. Pushtimi i njeriut nga xhindët, iluzion apo realitet? Në çdo cet të botës muslimane sot shtrohet pyetja: a mund të hyjë xhindi në trupin e njeriut, ta pushtojë, të flasë me gojën e tij dhe ta kontrollojë jetën e tij? Ka dietar të shuar si Ibn Taymije dhe shumë bashkohor të tij që e besojnë këtë mundësi, por ka edhe nga ata si doktor Kardavi që e refuzojnë me argumente nga vetë Kurani. Arsyeja qendrore është kjo: Zoti e ka nderuar njeriun dhe e ka caktuar mëkëmbës mbi tokë, duke i nënshtruar gjithçka në urdhrin e tij. Në të vërtetë, ne kemi nderuar bijtë e Ademit, Isra 70. Nëse njeriu është mëkëmbës i Zotit mbi tokë dhe ka nënshtruar detet, dritën, zërin, kozmosin me dije dhe shkencë, si mund ta pranojmë se i nënshtrohet gjindve? Realiteti historik dhe shpirtëror e tregon të kundërtën. Njeriu i nënshtron gjindët, jo e kundërta. Profetit Sulejman a.s. Zoti ja kishte nënshtruar gjindët, të cilët i shërbenin pa pushim, ndërtonin dhe zhytnin në ujë. Pastaj ne ja nënshtruam atij erën që të frynte me urdhrin e tij. Andej nga donte ai. Gjithashtu ja nënshtruam edhe djajt, ndërmjet të cilëve kishte ndërtuese dhe zhytës në ujë, si dhe të tjerë të lidhur në pranga. Sad 36-38. Madje në surën Naml shfaqet një moment edhe më i qartë. Sulejmani a.s. u kërkon të pranishmëve të sjellin fronin e mbretëreshës Belkis para se ajo të mbërrinte. Një gjind i friti ofroi ta sillte brenda 2-3 orësh, por personi i pajisur me dijen e librit, dhe ai ishte njeri, jo melek, tha: unë do të ta sjell sa çel e mbyllsyt. Edhe kështu ndodhi. Dija e njeriut mundi forcën e gjindit. Vetë shejtani e ka pranuar në Kur'an se nuk ka kurrfar pushteti real mbi njeriun, përveç vezveseve dhe cytjeve. Unë nuk kam pasur kurrfar pushteti mbi ju. Ibrahim 22. Edhe kur Kurani thot se Kamatamarsi do të ringjallet, si ai që djalli e ka çmendur me prekjen e vet, kjo prekje kuptohet si vezves edhe mundim shpirtëror, ashtu si rasti i Ejubit a.s., të cilit shejtani i bënte vezvese gjatë sëmundjes së gjatë, duke i thënë se Zoti e kishte braktisur. Nuk bëhet fjalë për pushtim fizik të trupit. Sëmundjet që sot u atribohen gjindve janë zakonisht sëmundje psikike, si skizofrenia. Vetë profeti a.s. e pranoi këtë kur një grua me skizofreni i kërkoi mrekullinë e shërimit. Profeti a.s. i ofroi të zgjidhte midis lutjes për shërim dhe durimit me shpërblim të xhennetit. Gruaja zgjodhi të duronte. Sikur ajo të ishte pushtuar nga gjindët, do të ishte e palogjikshme që i dërguari i Zotit ta linte të vuante pa bërë asgjë. Sheikh Gazali e shprehu me ironi të butë të njëjtën logjik kur ju tha nga një burr i madh e i shëndosh se e kishte pushtuar gjindi. Përse nuk e ke pushtuar ti, pasi qënke edhe i madh? Besimi i njeriut se është viktimë e gjindve e dobëson rezistencën e tij shpirtërore. Asgjë nuk e gjen njeriun nëse beson fuqishëm se gjindët nuk kanë ç'ti bëjnë. Martesa mes njeriut edhe gjindit. Ka dietar që e lejojnë mundësinë e martesës mes njeriut edhe gjindit, por shumica e ndalojnë. Jo vetëm se është e vështirë praktikisht, por sepse martesa ka qëllime të qarta që nuk mund të plotësohen në një lidhje të tillë. Zoti thotë: "Dhe një prej shenjave të tij është që prej jush krijoi për ju bashkëshortët tuaj, që të qetësoheni pranë tyre, duke vënë ndërmjet jush dashuri dhe mëshirë." Rum 21. Prej jush do thot prej llojit të specieve tuaj. Si mund të qetësohet një burr pranë një gruaje gjind, apo të formohet familje muslimane nga kjo lidhje? Si do të publikohej martesa kur profeti a.s. urdhëron publikimin e saj? Kush do të ishin dëshmitarët? Ata që sjellin ajetet e sures Rahman ose En'am si argument për mundësinë e kësaj martese, e lexojnë gabim tekstin. Kënaqësia e cekur atje nuk ka të bëjë me kënaqësinë seksuale,
por me kënaqësinë e shejtanëve kur njerëzit u binden cytjeve të tyre. Vakumi shpirtëror edhe detyra e diturisë. Besytni lidhur me gjindët ekzistojnë nëpër të gjitha vendet, por rriten veçanërisht aty ku mbretëron vakumi fetar dhe shpirtëror. Shokët e profetit alayhis salam nuk merreshin as pak me gjëra të tilla. Jeta e tyre ishte e mbushur me aktivitet, sakrifica dhe luftë. 27 betejë, mbi 50 njësi ushtarake të dërguara në të 4 anët e botës. Ata nuk kishin kohë të lirë për të biseduar mbi gjinde dhe shpirtra të këqij. Kur umeti musliman udhishte botën dhe ishte pionieri i civilizimit, këto dukuri nuk ekzistonin. Ato u shfaqën kur muslimanët u tërhoqën nga shkenca dhe dija, kur e mundi ngurtësimi dhe imitimi, ndërkohë që të parët urdhëronin dijen dhe urtësinë, kërkojeni gjernëkim. Sot gjithçka na jepet e gatshme dhe ne merremi me gjinde. Por detyrën kryesore e kanë dietarët edhe edukuesit, tu mësojnë njerëzve fenë e vërtetë, larg besytnive dhe iluzioneve, ta pastrojnë atë nga shtesat, mangësitë dhe keq interpretimet, ashtu siç urdhëroi vetë profeti alayhis salam. Revolucionet shkencore, teknologjike dhe biologjike, udhëtimi në kozmos, nënshtrimi i detrave, dritës, zërit, janë të gjitha vepra të njeriut me dije dhe shkencë. Ato vërtetojnë se njeriu është më i fuqishëm se çdo gjind. Çështja e vërtetë nuk është sa fuqi kanë gjindet mbi ne, por pse ne muslimanët nuk hapim syt të zhvillohemi si popujt e Gjermanisë, Japonisë, Amerikës, në vend se të merremi me gjinde dhe shpirtra të këqij.